Ajo që ndodhën në Australi është pjesë asaj që quhet false flag operation. Pse them që është false flag operation? Sepse sa morirem për ata që se kuptojnë false flag, domethënë një veprim që unë për shembull thyej një telefon këtu që ta akuzoj pasaj dritanin dhe me theve ti kupton ky quhet false flag. Dhe 23 ditë para se të ndodhte ky veprim, Ministria e Jashtme e Izraelit së bashku me shërbimet sekrete izraelite kanë lëshuar një memo disa vendeve perëndimore në të cilën shkruhet që brenda një kohe shumë të shkurtër do të ketë veprimtari terroriste quajnë ata, të nxitur nga element të Hamasit, Hezbollahut dhe Iranit kundër hebrejve që jetojnë në vendet dhe një nga këto vende është përcaktuar edhe Australia, pra edhe qeverisja australiane i ka vajtur një shkresë e tillë. Dhe 23 ditë më mbrapa ka pasur problem, tension midis qeverisë izraelite dhe qeverisë albanezes, që është kryeministri australian, sepse Albanezia në lidhje me çështjen e Palestinës dënoi genocidin e shtetit izraelit dhe këta hyn në një konflikt të madh me Kinën dhe me Australinë. Po kjo që ka ndodhur para 23 ditëve, pra ky shkresë. Dhe më njëherë pastaj shkresë 23 ditë më mbrapa ndodh ky veprimtari. Dhe me ndodhjen e kësaj veprimtarie, të gjitha mediat izraelite dhe shteti izraelit deklarohen që këtë e ka bërë Irani, pra është me përkrahjen e Iranit. Ndërkohë që aktualisht ka dalë lidhja me ISIS-in, pra. ISIS është një organizatë terroriste e krijuar nga ISIS dhe nga CIA dhe nga Mossad. Po nga këta, nga Mossadi. E kanë thënë vetë agent të CIA-s. Pikërisht, po nga Mossadi, pra. Dhe kjo ju doli jashtë kontrollit.